Një ngjarje e rëndë tragjike ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në lagjën e Kisillavodës, ku disa punëtorë po punonin në një kantier ndërtimi, kur papritur një rrëshqitje masive dhe u ndërpreu gjithçka. Brenda pak çastësh, vendi i punës u kthye në skenë tragjedie, duke u ndërprerë punën, por për njërin prej tyre edhe jetën. Si pasojë e kësaj ngjarjeje, një person ka humbur jetën, ndërsa 4 të tjerë kanë mbetur të lënduar. Për këtë ngjarje tragjike, detaje kanë dhënë edhe autoritetet shtetërore. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se të lënduarit janë nxjerrur nga dheu dhe të njëjtit janë dërguar në spital. Sot, më 24 prill në orën 8:17, në sektorin për punë të brendshme Shkup, është raportuar se në një kantier ndërtimi në rrugën Kozjak në Shkup, gjatë gërmimeve të themeleve, janë zënë 93 punëtorë. 2 prej tyre janë nxjerrë dhe janë transportuar me autoambulancë në kompleksin e klinikave Nëna Tereza, ndërsa në koordinim me Qendrën për Menaxhimin e Krizave dhe Brigadën e Zjarfikësve po vijojnë aktivitetet për nxjerrjen e personit të tretë. Ndërkohë, prokurori publik kujdesar nga Prokuroria Themelore Publike Shkup ka kryer ekspertizën e vendit të ngjarjes, ndërsa ka lëshuar urdhër për obduksion për të ndjerrin. Prokurori publik ka lëshuar urdhër për obduksion të ndjerit në drejtim të hetimit të shkaqeve të aksidentit dhe respektimit të rregulloreve për mbrojtjen në punë, po veprojnë edhe Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Inspektori Komunal i Ndërtimit. Masa për këtë ngjarje tragjike kanë marrë edhe nga Qendra për Menaxhim me Kriza, të cilët më njëherë kanë aktivizuar të gjitha mjetet që i kanë në dispozicion. Në orën 8:14 është marrë një thirrje për persona të zënë nën dhe me materie ndërtimore në rrugën Kozjak, numër 3 në Shkup, dhe është kërkuar ndihmë nga shërbimi i urgjencës mjekësore. Në orën 8:18 është marrë një thirrje e dytë nga mjeku Dragan Panov nga shërbimi i urgjencës në Shkup, ku është kërkuar asistencë nga Brigada e Zjarfikësve të Shkupit për nxjerrjen e personave të bllokuar. Janë njoftuar Brigada e Zjarfikësve të Shkupit, Policia e Shkupit, shërbimi i urgjencës mjekësore dhe Qendra rajonale për menaxhimin e krizave në Shkup. Investitor i ndërtesës është ish-kryetari i komunës së aerodromit Ivica Konevski, ndërsa ndërtimin e objektit po e realizon kompania Jakimovski.